Ashtu sikur se u paralajmërua nga CNA se çfarë do të ndodhte me Erion Veliajin te ditë para vendimit të gjykatës së lartë, filloi kënga në media. Filluan me Euroreporter, ku nxirret nën Shqiponja, nxjerr një letër gati nga studio ligjore nga fëmijët, do dalin deputet, eurodeputet, këshilltar, drejshe shejtan që të na mbështesin zdromsin e të na sulmojnë drejtsinë e re, se na e paskan rrëmbyer një hajdut dhe na e kanë futur në burg. BE duhet të ulëras se një hajdut me kollare është në burg dhe nuk e lën të punoj që të vjedh, qesharake dhe banale, sa dhe vet historia e Erion Veliajt në politik. Një letër e nënës së kryebashkiakut të prangosur Erion Veliaj, zonjës Shqiponja, e publikuar në media Euroreporter, duket një letër e përgatitur nga përfaqësuesit ligjor, ku shprehet se ka dhimbje të madhe, se djali i saj është në burg, duhet të na flas BE pse po mbyllin syt përballë vlerave mbi të cilat është ndërtuar. Patjetër që nënës i dhemb për fëmijën, por djali i saj është një hajdut me jo pak po 14 akuza në 4 nëna të kodit penal dhe rrezikon deri në 15 vite burg. Bashkimi Evropian nuk është ngritur mbi parime hajdutësh e të korruptuarish që firmosin pagesa për gruan apo i ndërtojnë rrugë në Troje ku do të ndërtohen pallate. Nuk u ndërtua BE-ja mbi 850.000 euro të brendshme që vinin nga hajdutëritë e skemat e pastrimit të parave. Në fakt, nuk kanë rrëmbyer askënd. Erion Veliaj qëndron në burg me 3 vendime gjykate të 2 shkallëve, është kapur duke prishur prova, është kapur edhe me përgjime në burg pasi u prangos, i janë shtuar akuza, i janë thelluar hetimet. Në qoftë se Erion Veliaj lihet i lirë me gjitha ato shkelje ligjore, sistemi i drejtësisë në Shqipëri jo vetëm nuk është reformuar, por ka ikur siç thot populli, sepse bien parimet e themeleve të BE dhe një hajdut del i lirë. Nëna Shqiponja dhe nëna e Ardit Gjoklajt, në fakt përtej nëna Shqiponjës që e ka marrë malli për djalin e saj, ajo ka një fat, ka një mundësi dhe mund të shkojë të takoj atje ku ai qëndron në paraburgim, ndërsa nëna e Ardit Gjoklajt, i cili ka humbur jetën në landfillin e Sharrës në verën e vitit 2016, nuk e shikon dot as babai dhe as familjarët e tij. Arditi u mohua, u përdorën skema e skenar me vendime gjykate për të thënë se ishte hedhur në landfillin e Sharrës, pra ishte vrarë diku jashtë dhe familjarët e tij thonin se punonte atje. E shtypi traktori, mjetët që punonin në Sharr, ishte fëmijë, ishte i mitur dhe nëna nuk e ka më atë fëmijë, as babai. Nuk i shkruajnë dot ndonjë letër apo të shkojnë ta takojnë në burg, nuk e kanë parë as pas hekurave. Do të donin ta kishin gjallë dhe të luteshin për procese drejtësie. Nuk do t'i ndihmonte ndoshta një avokat, nuk do të kishte studio ligjore të paguara me miliona e miliona euro, nuk do të kishte këshilltar kryeministrash britanik, studio ligjore në Angli apo lobuese në Amerikë, paguar qindra mijëra euro. Nuk do të ndodhte siç po ndodh me nëna Shqiponjën, e cila që djalin e saj dhe hallin që e ka zënë, por fatkeqësisht djalin ja kanë kapur si hajdut dhe e ka gjallë në burg, kurse Ardit Gjoklaj nuk jeton më nga viti 2016. Mesazhi nëna Shqiponjës si ushtarake e partisë. Nëna Shqiponja është një grua e fortë, ajo ka qenë ushtarake në kohën e partisë me shumë komisar. Atëherë partia i mësonte bijtë e saj me parime dhe vlera, ndoshta kohët ndryshuan dhe Erioni nuk i mësoi ato që i tha nëna Shqiponja, por ajo duhet ja mësonte. Nëna Shqiponja duhet i fliste djalit të saj edhe kur u bë politikan e hajdut, kur sulmonte, shpifte e akuzonte, kur gënjente e bënte korrupsion, mund edhe duhet i thoshte nëna Shqiponja djalit të vetquaj zdroms, mos vidh morbir, mos bëj korrupsion morbir, mos jep mundësin gruas të blej 850.000 euro të brendshme morbir. Duhet i thoshte kujdes morbir, kujdes me punët se mos vriten fëmijët dhe mos i vrit së dyti duke pasur pushtet. Duhet i thoshte kujdes morbir me policin bashkiake, mos i rrih nënat e shkreta, plagat e shkreta që shesin për të ushqyer. Kujdes morbir, mos i tërhiq zvarr nënat në rrugë, mos i dhuno ato gratë që shesin në trotuar. Duhet i fliste në Shqiponja të birit, të mos ishte ai famkeqi që është, ai hajduti që është kapur me fakte dhe prova. Duhet i fliste të mos përdor mediat për të kërcënuar e shantazhuar gazetar, media, gjyqtar, prokuror. Duhet ta edukonte djalin e saj të mos ishte një cop hajduti me një grua që blen 850.000 euro të brendshme, siç thon vëmjet mediatike të Erion Veliajt. Nëna Shqiponja duhet ta mësonte djalin e saj të ishte i dhimbshëm, të mos e mohonte Ardit Gjoklajn. Nën Shqiponja duhet të mësonte
amenazonte djalin e saj se me paratë e vjedhura të inceneratorëve për të mbajtur propagandë mediatike u varfëruan xhepat e shqiptarëve. Ndoshta nëna Shqiponja është mirë e bukur, jeton në punën dhe hallet e saj, por Ardit Gjoklaj, i cili nuk harrohet, është në dhe nëna e babait i tij nuk e takojnë dot. Kurse Erionin, edhe pse nuk e edukoi dot, nëna Shqiponja mund të shkojë ta shikojë në burg përpara se të dalë dhe të publikojë shkrime apo letra të përgatitura nga studiot ligjore për të ushtruar presionin e fundit ndaj gjykatës së lartë. Fatkeqësisht nëna Shqiponja rritej një hajdut, kurse nëna Arditit nuk e pa dot djalin të rritej dhe të martohej kurrë.